Almira Zeraj, unë personalisht, edhe besoj shumica kemi pa të lujt, pothuajse në gjitha pozitat. Cilën pozitë se ke lujt dhe i stash? Mendoj, pozita vetëm që s'kam luajtur është pozita e portierit. Në gjitha pozita tjera mendoj që i kam provu. Po në thash, unë jam lojtari i ekipës edhe normal, mendoj që çdo trajner që ka qenë edhe që është e drita e vlerësojnë punën time edhe unë vazhdoj me punu edhe besoj që klubi është në rrugë duhur për më zhvilluar alo më shumë e shpresoj edhe të jem pjesë e klubit. Po të themi në kampionat. Sa dallon kampionati prej vitit kaluar? Është më i vështirë si vjet? Në parim më duk edhe për dritën, angazhimin në Evropë edhe knej po del goxha komplikim. Po, mendoj që çdo vit Superliga ka pas ngritje edhe si vjet mendoj që ka më shumë cilësi se vitin e kaluar. Ka skuadra të organizuara në çdo aspekt edhe ne mendoj edhe ne si ekip kemi rrit cilësim, po normal besoj që ka ndikuar shumë edhe lodhja e ndeshjeve të Evropës, jo thimet, loja plus mos të harrojmë kena pas edhe lëndime. 4-5 lëndime të lojtarëve që janë pjesë e përbërjes tonë. Ndikojnë çdo sen, po normal tash nuk arsyetohemi me lëndime me ato. Po, absolutisht. Futbolli këto i ka gjithmonë është njëjtë, po nëse nuk i ndodh ty, i ndodh tjetër kujt, po ne është normal. Po realisht ka ngritje cilësisë në Kosovë dhe mendoj që ka me shku alo më shumë duke u rritë edhe në vitet më